Duke ardhur këtu në 2008 filluan lëvizje të mëdha për ta kapur shtetin shqiptar dhe për ta mbajtur peng me lloj-lloj kontratash. Kontrata e parë për shembull ishte ajo për futjen në NATO në 2009. Po mos gabojnë 2010-2011 ka qenë punë e pasaportave, që u liruan shqiptarët. Ashtu. Dhe paralelisht kërkuan që ta kapnin shtetin me një fashist, me Rezar Taçin. Rezar Taçi ishte vegle drejt për drejt e Silvio Berlusconit, po që kishte një kohësisht lidhje me ambasadën amerikane këtu, me ambasadën italiane këtu, me Hillary Clinton dhe me Jill Biden. Janë fjalë që ka thënë vetë ai. Gjondi? Tani, po të shikoni kronikat nëse i gjeni, italianët dhe mediat që nxiteshin prej tyre dhe që paguheshin prej tyre, kërkonin një njeri të fortë që ta kapte shtetin, një tip perandori të tipit Berlusconi, dhe ky do ishte Rezar Taçi. Rezar Taçi e griu më shpulla të gazetarin në sekondën që do merrte pasurinë. Mbani mend këtë me robazën. Do një njeri tipik fashist. Ata kërkonin ta vinin në pushtet që të kontrollonin Shqipërinë dhe të mbyllnin të gjitha hallet e tyre, jo hallet e Shqipërisë, hallet e tyre. Në një mënyrë apo në një tjetër, këtë klim fashiste po e mbjellin dhe sot. Kanë organizuar një grup njerëzish aty, djem të fuqishëm, e kupton? Njerëz përgjithsisht të panjohur për publikun, ndoshta, të mbetim të ndoshta, edhe me lidhje të drejt për drejta me shikun, dhe me policinë e shtetit, sepse ka një mori veprimesh të koordinuara me njëri tjetrin, dhe kështu duan të kontrollojnë dhe ta rikthejnë shtetin shqiptar në akoma më të keq nga ç'është sot. Sepse qëllimi tyre, i atyre europianëve, duhet kuptoni një gjë. Është e pamundur që kjo Shqipëri të degradojë kaq keq, ndërkohë që këtu janë prezent të gjitha organizata ndërkombëtare perëndimore. Te kjo duhet dalë. Pse i kundër flamurit amerikan dhe të Bashkimit Evropian, që është unë ta thash edhe një gjë. Nga që jeni të dy. Edhe një po ta them edhe një herë unë nuk mund të pranoj të mbaj flamurin e atij që kërkon të marrin tokën time. E thash shumë në sintetike. Në ti po del tani për të kërkuar një çlirim nga kjo situatë të liri më shumë për njerëz. Kush i kanë ngushtuar këto liri? Këto liri janë ngushtuar, flamuri amerikan është përgjegjësi kryesor nga pikpamja simbolike dhe e Europës. Pse? Shiko, nuk është shkurtimisht, nuk do të kthehemi historisë. Të dy po në të njëjtën linjë për të. Unë desha të them, desha të kthem shumë shkurt, që në momentin kur u shkatruan institucionet 1997, u shkatruan institucionet komplet, u fillua nga zeroja, e mori kontrollin politik dhe ushtarak, e morën Europa të huajt Amerika nëpërmjet operacionit Alba, ku generali ushtarak ishte italian fillim dhe ishte ai figura politike në të vërtetë që vendoste në Shqipëri, nuk ishin partitë politike. Dhe më mbrapa kjo në gushtin e 1997 si ka kaluar Amerikanëve NATO-s, pa qenë Shqipëria në NATO. Që atëherë ka filluar një proces ku Shqipëria nuk ka patur as pak sovranitet. Çdo gjë, korrupsionin e kanë bërë ata, nuk është Edi Rama që ka korruptuar tuajto. Se tu thuhet Edi Rama ka korruptuar europianët. Janë europianët që kanë korruptuar Edi Ramën. Sepse pa një shtet korruptuar, ata nuk i bënin dot, nuk arrinin dot deri këtu. Do të thonë ata krijojnë problemin, krijojnë kaosin dhe pastaj propozojnë zgjidhje. Dhe ndërtuan spakun për t'u rregulluar, pastaj për të futur njerëzin për burgje. Tani ajo duhet futemi direkt në temë tani tek ajo përplasje që keni ju me pjesën e atyre që janë atje. Pse a keni ju për qëllim përçarje siç lakojnë ata? Pra që thuaj këto janë ato përçarës, janë duhet të shuajnë protestën, përçarës të kujt? Të kujt? Përçarës të kujt? Se që të krijosh përçarje duhet të dish për shembull që ka një grup, s'ka grup. Nuk ka një grup të deklaruar, që ta themi që është një grup. Pra është kontradiktore. Prit, Ladi, Altini dhe Qerimi që nganë bashkë. Edhe unë, duke ditur që këta janë bashkë, dua që ti përçaj. Tash unë këtë përçaj. Kush janë bashkë që unë ti përçaj? Janë shqiptarët ti bashkë. Bashkë janë më 200.000, 300.000 shqiptarë. Bashkë janë ata.
duan të tërë bashkë të marrin një shtet dhe ta bëjnë të tyrin, shqiptarçe. Tashti, këta që kanë zënë atë podiumin atje, dhe që dalin me flamurin amerikan, kush janë? Kanë emër? Kanë emër të thonë që ne jemi filani, kemi krijuar këtë parti dhe pastaj të pretendohet që unë po i përçakam ata, ke po përçaj unë. Altin, unë jam përfaqësues i shoqatës Iliria në Romë, që është normale e regjistruar atje, po kur i vetmi financues jam unë. I vetmi financues i shoqatës Iliria jam unë. Nga ana legale tjetër se ka dhe kontrolle që mund të bëhen. Ta tani të tregojnë kush janë, si thotë Engjëlli, ku hanë, ku pinë, ku e marrin rrogën, për kë punojnë, kujt interesi i shërbejnë. Ky është problemi. Përçarjen ata po e bëjnë përçarjen, sepse përçarja çdo thotë. Përçarja do thotë ti ndash njerëzit një nga një. Këta atë po bëjnë. Ta thonë, ju keni ardhur këtu dhe bëni protestë vetë, thonë ata. Domethënë që gjithë secili mos bën dy mendje bashkë. Kjo është përçarja. Domethënë aty, ata që flasin thonë vetëm slogane. 6 ditë nuk është diskutuar fare në atë sheshme, të marrin njëri fjalën ta dëgjojnë tjerë dhe thonë. Ata shiko këtu, aty është niveli intelektual më i ulët i mundshëm. Shumë i ulët. E kupton? Domethënë aty përveç se Rama në Burg, Berisha në Burg, Shqipëri e Re, etj, aty s'dëgjon asgjë fare. Aty nuk ka absolutisht asnjë lloj strategjie se si mund të rrezohet Edi Rama, se duke përditur Rama i jep dorëheqjen, po ku ti plasi që po thuaj ti Rama i jep dorëheqjen. Një vit e gjysmë ata i lek verdh në Paris e bën përshesh Parisin dhe nuk ra njëri nga pushteti. Ju prisni që Edi Rama të jepim nga pushteti se po vërteti këtu Rama zbrit nga kali, po ku ti bëvon? E mbajnë shumë të varfër protestën, në numër të madh, po një varfëri, mund të ishin 100 veta vetëm. Dhe do kishim bërë shumë më tepër se sa një sazime e madhe, ka që madhe njerëz amorfe, kaotike, që s'kuptohet fare se çfarë është. Aty, unë nuk du të ofendoj protestuesit absolutisht, po i kam parë aty moshën është moshere shumica, që unë jam kundër kësaj që moshere manipulohet. Se në Itali atë vaksinimin e detyruar nuk e ndalojnë moshere italiane, dolim shumë moshe jonë. Një gjë dhe kështë diskutim tjetër, por të them një gjë them me bindje atje, se kur unë e shoh që mënyrën si bisedon me këta njerëz, nuk është faj tyre sigurisht. Por sikur atyre, se po e përfaqësoj këtë, ty bësh një test fare thjeshti, 3 gjëra. 3 pyetje thjeshta, një për sa i përket raportit me Zotin, po them për ata që janë besimtarë teologjisë, një pyetje nga filozofia e përgjithshme dhe një pyetje nga shkenca. 3, bëj 3 pyetjet më thjeshta, shohim se sa prej atyre kalojnë këtë test. Atëherë këta njerëz po kërkojnë të bëjnë gjëra të mëdha aty. Po gjërat e mëdha, masa e njerëzve, sidomos e rinia Altin. Ajo që duhet bëj është që të nxirri një lider shumë më të madh se sa moshe vet, sepse kështu janë bërë gjërat, që ti besoj atje dhe të diskutoj, dialogoj brenda për brenda, natyrisht me atë që thotë, atë linjë që kanë përcaktuar dikush, ta diskutojnë. Si e dakord me atë linjë, largohen nga protesta, i ke bëj një protestë tjetër. Çu ndahet protesta kur ka linja të ndryshme, aty çfarë linje ka aty? Po përçahet, ke hyrë për përçar. Po, çfarë po përçar? Kjo do e dile që ta kthejmë në një diskutim. Dhe po ndajmë ne. Ta kthejmë një diskutim me disi Engjëlli në konvertime ndryshme. Kaosi, s'ka përçarje kaosi. Ajo se çka ndodhi. Është i përçarje që fillim. Ajo se çka ndodhi aty, ta kthejmë në fund diskutimi bashkë edhe me Engjëllin që jeni të dy. Ajo se çka ndodhi, ne ishim prezente kur të larguan aty tek protesta. Dhe ajo që u lakua dhe që unë kam parë edhe tek komentet, tek videot pas bisedës që bëm në studio, është ajo që thon për ju që është anti-shqiptar, flet kundër shtetit Kosovës, kundër UÇK-s, kundër Skënderbeut, e gjëra të tilla. Duhet të di, përderisa jemi këtu në kanalin Pisk në këtë mikrofon, edhe që është edhe Engjëlli, të bëjmë një diskutim. Sa të vërteta, a janë qëndrimet tuaja këto? Shiko tani, unë me Engjëllin për shkak njihemi prej 30 vjetësh gati. Edhe Engjëlli për shkak i pëlqej shumë gjëra. Kam mësuar shumë nga Engjëlli. Jo tani që bën në video me ty, po edhe kur bën të vetë në internet, por edhe kur në takimet që kemi për një pasjeshme me Engjëllin, si ishte me Engjëllin me për tjerët. Secili prej nesh krijon edhe vetë nga eksperienca që ka, krijon disa konceptime, disa mendime që mund të jenë edhe ndryshe nga të gjithë njerëzit e tjerë.
Qofse do hidhen çdo gjë në vot, ti po hedhim vot tani është dakord populli me atë që mendoj unë. Unë them që po të bëj ky votim me Galileo Galilein, kur ishte duke aty që i thoshin Galileo, ti thoshin kështu ato që morën në proces, i than, ti than, s'ka gjë thuaj që nga ana shkencore që toka lëviz, por mos e jep sigurt, i than, që ketë bazë shkencore që mund të lëvizi, po dhe mund mos lëvizi. Kursa i filloi në ditë, pastaj në fund fare tha, komunque si muove, tha italisht, e megjithatë rrotullohet. Gjithë masa e njerëzve, po ta hidhin votim, Galileo do merrte vetëm votën e tij atje. Po të ishim demokraci. Vetëm votën e tij, po dhe Jezu Krishti kur e kanë kryqëzuar, votën e tij do merrte edhe ai, sepse e sulmoi gjithë pasa. Tu nuk është problem. Konkretisht është kjo ti qëndrimi për Kosovën, apo për Skënderbeun, apo për rilindasit e tjera. Mu më ka ndryshuar në kuptimin e kundërt, por nuk më ka imponuar askush të gjë. Qëndrimet e mia, por që ti të përqafosh edhe mendimin e kundërt, është shumë natyrale në botë, në natyrë me fel ekzistojnë ngarkesat pozitive, ngarkesat negative në të njëjtën numër.